Edhe dirama në qunë se plas që ai të marrë vesh, oj budallic. Oj këm qira mirë në shqiptari. More s'pak e që të kish. Kjo histori është si një histori filmi dhe një skenarist më të madh nuk mund ta bente dot, ndoshta përfitovi nga dobësia ime. Më pa dhe njëri pa njëri si naive dhe më bërthevi fort. Kam shkuar për të vrarë veten dhe nuk doja të jetoj asnjë sekondë më. Jemi në Korçë dhe kemi ardhur për të kapur fillimin e një historie thuajse të pabesueshme, jo vetëm për atë çfarë ka ndodhur, por edhe për personazhin, i cili së bashku me të intervistuarën tonë, një nënë e divorcuar 30 vjeçare, janë bërë protagonist. Fisnik Sylla njihet më shumë si biznesmen dhe personazh mediatik me famë të rritur për shkak të jetës së tij private dhe lidhjes me figura publike. Gjithashtu, dhe mjaft aktiv në rrjetet sociale, ku shpesh publikon momente nga jeta e tij luksoze, përfshirë makina të shtrenjta, udhëtime, por pa informacione të detajuara publikisht rreth bizneseve të tij. Mjaftojnë këto fjali për të kuptuar se kemi të bëjmë me një person të famshëm. Që u bë tepër i diskutuar pas lidhjes me këngëtarën kosovare Fjolla Morina, e cila pranoi të sakrifikohej për të duke provuar edhe qelin, për shkak të një arme që ju gjet në çantë. Sidoqoftë, pavarësisht drithjeve që e kanë ndjekur në jetën dhe raportet e tij, sidomos me vajzat, ky 35 vjeçar vijon të jetë aktiv në rrjetet sociale. E pse jo edhe i kërkuar? Si çdo njeri, duke ndentur në rrjetet sociale në TikTok, bëj like, më shkruan, thamë çoj një foto, të besoj që jeti kjo të vërtetë. Adresa me cilën ti e ndiqe këtë person, ishte adresa jotja personale? Kishe fotot video të tua të postuar aty? 5-6 foto. Pas disa komunikimeve të shkurtra në TikTok, biseda shpërngulet në një tjetër platformë. Më tha që hap Snapchat, flasim në Snapchat, vazhdon komunikimin dhe atje. Bised pas bisede, 30 vjeçarja i tregon për hallet e jetës dhe vështirësitë për të rritur e vet me fëmijët. Dhe këtu, si një bamirës i deklaruar, fisniku ndërhyn me njëherë. Unë do të ndihmoj ty, duke që je një njeri i mirë. Unë kam një sistem që funksionon kështu. Duke më dërguar 100 euro, dërgoj 1000 euro. Nëse ti dërgon 300 euro, dërgoj 3000 euro. I thash nuk kam pamundur, por me që është kështu mund të t'i gjej. Ja kam nisur. Me emrin e tij, Fisnik Sylla, në adresën e tij që më dërgoi. Në presionin e jetës dhe vështirësive ekonomike, gruaja bën gabimin e parë. Herën e parë që kam çuar, kam qenë në Snapchat biseda 384 euro. Më prit për kaq ditë të vinë. E siç mund të merret me mend, asnjë lek nuk ju kthye mbrapsht. Dhe për këtë Sylla kishte arsye të forta. Unë bllokoj $1 milion, unë s'bëj hajgare. Ato shifra që te kam premtuar unë do t'i sjell po merak. Por përpara se ti marr 30 vjeçarja duhet që ende të paguaj të tjera shuma. Se kështu funksionon sistemi Fisnik Syllës, i cili pas fjalëve të bukura dhe premtimeve për ndihmë, nis të tregohet gjithnjë me agresiv me gruan e re. Por 2 orë 3 maksimum i 3000 euro sot, edhe ecën tutje nesër mas nesër kaç. Po harrëm me këtë të fol. Ndërkohë që vetëm premtonte të mërkurën, të martën, të shtunën, nuk punojnë të shtunën këtu sistemit e nëse s'ben. Po sot dhe shtunë, të dejnë 12, punon as i gjë, qenë ka fest, qenë kanë pashkët, punon as një sistem as i gjë. Erdhi mëngjesi prapë i detyruar të çosh 700 euro të tjera që të bëhet shuma që unë të dërgoj lekët e tua mbrapsht, edhe ato që të kam premtuar. Një skemë ngjashme me ato të call centerave, ku viktimës i kërkohet të depozitoj sa më shumë sepse ashtu është një muhabet. Thjesht zhvatje. Çu lypi lek më nis foto në çejje lek kaç. Kryt fëmijëve ndryshe det problem shumë, mos s'mundesh me blloku ti 1 milion euro në sistem. Pra 30 vjeçarja i pas ka bllokuar 1 milion euro Mr. Syllës, i cili kërkon zhbllokim të menjëhershëm. Qift këtë bota nonën, pik çudice. Me të mirë po të them, mos më shtim më bëj keq. Mos më shtim me të shku fytyra, kaç ditë them, se ti e din që degenerojmë. E terrorizuar nga ky individ i pa shpirt, gruaja detyrohet të bëjë një tjetër dërgesë prej 700 eurosh. Para që i hoqi nga buka e fëmijëve të saj. Prita, vazhdova bisedat me kërcënime, me budalliqe, jam lutur pa fund për të më lënë të qetë. Nuk ja kam dashur as lekët që kam dërguar, i kam thënë mbaj lekët mbrapa vetëm lër të qetë. Nuk ka pushuar sërish telefonin 1 sekondë me kërcënime, duke dërguar njerëz, do të vras, do të pres kokën e fëmijëve. Mos më shti me të dërguar njerëz të shtëpia. I hub me fëmijë, e hub me fytyrë tënde me gjitha gjërat. Zon xhej kudo që ti jesh, edhe në kin po të shkosh në xhej. Mos ma ik trunin. Rri korrekte, transparente kaq. Unë çdo gjë ditë tëndën. Kë e ke pas burr, ç'a bën, tek bën me kë del. Gjithaj di. Sillu mirë dhe kaq. Vazhdoj me punën edhe jemi në rregull. Vazhdojmë punën nën kupton që 30 vjeçarja të transferoj shuma të tjera, duke e rënuar psikologjikisht dhe financiarisht. S'ke ku shkon, kupton? Duro se po vetëm në për shokën, në për çka kam të njohur. Gjaj për 1 orë kudo që ti jesh, edhe në han me shku në gjaj. Nga ky presion, e reja bën dërgesën e radhës prej 300 eurosh. Po jam lutur me mishë me shpirt që kam fëmijë pa bukë, kam pamundur të gjej, nuk kam njerin, nuk kam krah, kam një rrogë të ulët, jetoj me qera. Të lutem shumë, mua ma mbyll këtë muhabet
veç se më kesi gjynosur, akoma buksi ka bërë çupë, e gjyna nga Zoti. Më dërgo të paktën vetëm ato që kanë dërguar, se jam në gjendje shumë të rëndë shpirtërore. Çfarë të thonë, s'em të kuptoj. Unë ka kërcënuar shumë fare për dërguar një video intime. Të cilën ajo ja dërgon duke bërë një gabim fatal. Mos më shte me të postu në dën TikTok e me pa vajza jote e ish burrjet e kit familja. Nuk e kam të lejtë të dalë kështu. Nga një Robin Hood që premton shumë fishin e pasurisë të varfërve, Zoti Syla kthehet në një shantazhues rrjeti ku foto dhe video që gruaja kishte besuar do t'i përdorte si armë ndaj saj. Mos më shte me të publiku video foto me ti që unë jeshtë shtëpia. Tani kur unë i them që nuk të çoj dot me lek, direkt mi dërgon ato, do t'i postoj, do të fëlliq, do të marr fëmijët shtetit, do të kështu, kërcënime nga më ndryshme. Edhe papës në Rom kërkoj oj ti vajzë. Nuk merrem më me ti, kaç, lek nesër edhe u kry puna. Që të tokë me ko jem su me ti me vari Nga frika për të mos u publikuar foto dhe videot intime, 30 vjeçaria bën dërgesën e 5 prej 900 eurosh, duke menduar se këtu do të mbyllej çdo gjë. Ti e ke takuar ndonjëherë këtë person? E kishe parë ndonjëherë këtë person? Vetëm në rrjetet sociale. Në kamër kam folur, po është ai i vërtetë. Të ka folur ndonjëherë ky person për historitë e veta? Më ka thënë për iqbashorten që ka pasur, që do të bëj për psikiatri, siç ka bërë Fillamorinën. E kujt nuk i kujtohet kjo histori romance në Kronika të Ros, ku më vonë vijoi me akuza dhe kundër akuza, dhune dhe keqtrajtimesh. Ama mos më acara kaç ditë them. Mos më shti me të bësi Fillamorinën. Oj ti në stonë. Po su plas heç çuçi tash gjej lek, tash degeneroi, tash i familjen Denerallit pozicione lekt që i ki për nesër mëngjes, mi zhduku për kësaj bote. Unë jam i forti, mua nuk më ndjen as pe Edi Ramës, as pe Spakut. Edhe Edi Rama në qunë se plas që ai të marrë vesh, oj budallic. Oj këm më të mirë në shqiptari. More Spak e që të kish. Nuk do asnjë lloj justifikimi nga ana ime. Thjesht kërcënime me çdo minutë të ditës. Unë nuk dal dot, kam frikë dhe mund të ketë dikush poshtë shtëpisë. Sepse kështu e ka për të pesoj ky shantazhues dhe zhvatës VIP, që nga njëra anë hiqet si milioner, duke publikuar video me euro, e nga ana tjetër kërkon pa pushim para nga një nën hallexhie të cilën e ka peshkuar në TikTok. Po jo thëmë aty në njerëzve se erdhën për zotin, po jo thëmë ikni shkonin në shtëpi se ç'është më bënë nervoz shpart për kryt fëmijëve. Kjo histori është si një histori filmi dhe një skenarist më të madh nuk mundet ta bente dot, ndoshta përfitovi nga dobësia ime. Pa dhe njëri pa njerëz si naive dhe më bërthevi fort. Kam shkuar për të vrarë veten se nuk doja të jetoj asnjë sekondë më. Për momentin jam pa bukë në shtëpi. Për momentin jam pa bukë në shtëpi. Presion e pafund, lek të marra borx për të përmbushur dëshirat e një dhunuesi psiqik që me sa duket këtë loj e ka stil të jetës së tij. Por ky paloburr nuk njeh asnjë limit. Për të është një lojë që duhet vazhduar pa marrë parasysh asnjë pasojë. Ti po mendon që shpëton kështu, tu ja bë rrafsh vetës. Por kokë çuna shpëton, oj vajz. Ndryshe familjen lul ty e qa ke për mas? Unë të mes më për afrit të madhe, kam fëmijët së murë, s'kam pikë për leku, bërsh më ke futur, qartë të beju më shumë. Pjelli, nuk u me intereson ku i merë. Futën kokë, së smina une me ty 24 orë për 2 mjerët Çu gjoj lekt edhe nesër më mëngjes e nis. Shpirti më ka ngelluar më merr nëse ofse ndihesh merat me Zotin. Çu shko dërgoj. Kim shi për ata fëmijë. Me 1 milion euro këtu në tavolinë, po e flet moj. A do me të fundos me të vërtet, me të fut në burga, qa dën ti me t'i marr fëmina, qa do me vajz. Fundi do shmi dërgu nesër 900 euro kaç, edhe i merr mes ditë 10.000. Do të dërgu lek deri në ora 3. Dhe shumë mirë se si funksionon sistemi. Deri në fund e qojmë, pas një pikë problemi. Nuk e blokoj punën time, jo për të, po edhe për nonën e për babën tim me kënë se blokoj. Nuk e kam kuptuar asnjëherë që mund të arrinte në këtë pikë, se ai është shitur sikur ndihmon njerëz. Mua më kërkon 300.000 lekë, 500.000 lekë, 1.000 euro sikur ka nevojë për ato lekët e mia. Ta ka shpjeguar ndonjëherë se për çfarë sistemi bëhet fjalë? Unë nuk e di për çfarë sistemi bëhet fjalë, thjesht ai thotë që kështu funksionon me Bitcoin. Ke blloku sistemi me Bitcoin, oj vajzë nderuar. Betona fëmijë, nëse ma je premtimin që i dërgon unë as bëj presion, është bllokuar puna se në emrin tënd ju nis ato lek edhe duhet edhe 2.000 gjëse më zhblloku puna. Mashtruesi një stili qesharak me skemën që ka ndërtuar, por fatkeqësisht gjen persona të dobët për të futur në kurth. Lekët i kam në Dubai, më bën mua fajtore sikur ja kam bllokuar unë sistemin. Mos më nxjerr nga vetvetja, me të poshtrua, me të çun njerëzve, me buksi gjëra, me i hub fëmijët se për $1 milion për zotin secili tap. Lekt, oj ti e marr, lekt, shko dërgoj sot, mos hum kokot, ndesh me kanë rahat për të jetën, se më ke blloku sistemin, $1 milion nuk të fal askush, edhe motër me të pas. Oj ti mu veç shtëpia më bën 2 milion euro. Lekt edhe lekt, pikë çuditë ke kështu të madhe, kupton ti?
Po mirë mër fenomen, me që ke miliona, futi vete dhe shblokohesh. Pse i pi gjaku një gruaje e cila edhe pa ju shfaqur ti në jetë, ka patur shumë halle. Po vazhdove ti jesh korrekte, sillesh mirë me mua, do të ndriçoj jeta, do të kohë që kërcënimet e tia s'kan lidhje fare me këto premtime. Më ka përmendur që kjo gjë do përfundon nëse si çoj ato 2000 euro. Do mbushet gjithë qyteti me gjë. Kam 3 javë në depresion, ndërkohë që ai më akuzon që unë i lek mi pa bukë, ndërkohë që unë i kam lënë hatri ti pa bukë, se s'kam qenë e aftë. Dhe zonja, të përgjigjem për fëmijët e mi. Nuk mundeme. Duhet bjen që si nuk i du as lekët me as gjë, do punoj, do i lati ku i kam marrë borç, vetëm të gjë qetësinë që kam pasur, se nuk shkatrovi jetën. Mundeme të betoj, më kanë bërë fuqi të shtoj që nuk e meritoj këtë gjë, se nuk i kam rënë qaf njeriu kur në jetën time. Si mundet mos arsyetoj një njeri sa doj pas skrupull të jetë, kur sheh dhe dëgjon situatën e një gruaje të cilën e ka katandisur një borxhlie seriale, gjoja për të zhbllokuar milionat e eurove, dhe të cilës vazhdon t'i kërkoj pambarimisht shumë parash. Kuj du shlypi, nesër me mëngjes i nis 1000 euro, të martën i nis 1000 tjera, edhe mbyllot kjo tim. Prit pra të kërkoj të gjë, ku se s'më vi lekët në shtëpi mua, se s'presim njeriu. Do të dërgu lek deri në ora 3, se për kryt fëmijëve do të degeneroj. Gjithkund do të postoj, se se rruj heq kur të mblokoni $1 milion. Kupto kur thot dikush diçka, këto e ki edhe mbyllët, edhe i merr lekët e tua dhe bëma blok, ndroje numrin, bëj çat dush. Nuk jam biznesmen në shpirtu, nuk jam as që të shtetit asgjë. Unë jam një njeri me halle të ndota, më lirë të lutem. Sa i ke dërguar? 2870 euro, se nga ti 3000 euro. Ti be Allah ato 3000 euro, zote i gjak edhe jam ti befte, letërim pa bukë, letërim me ilaçe, nuk e di qatë. E ti është i mendove që i fshita videot e gjërat, i ndalova portalet që ti talë jo për 2000 euro, po për 2 milion jo. 3 javë më janë dukur sa 30 vite jetë dhe nuk e di, a do të rikuperoj me shëndetin që e merr me ankth dhe me depresion. Dhe nuk kam ikur në spital vetëm atri fëmijëve, se nuk do t'i le vetë. Jam 5 ditë pa asnjë Facebook në gojë, nuk më ka përzihen buka me ta të pjesë. Po më bo një presion mas presion, më ka bo jam të shmet. Unë jam bo me ujat prit Allatit.